Mirë se erdhët, mirë se ju gjetëm në një vlog të ri. Është një javë e re. Me Lirën kemi ardhur të marrim një akullore sepse ja kam premtuar sot në mëngjes. Edhe të shijojmë të ditën me diell sepse mund të jetë e fundit për këtë javë. Ja, stop Leila, stop se kam bicikleta. Pas 100 punëve është orari i iftarit dhe sot kemi gjell me kos, me mishqingji. Edhe Leila gjell princeshas. Po, kjo është gjella që han Elsa, se shi si është e bardhë? Po. Mirë mëngjesi nga dita tjetër. Ta nisim ditën me Lelën, që e qova në kita, edhe tani do shkoj te farmacia, do marr diçka për refluksin se nuk po rri më dot. Është normale në shtatzani, po që është bërë i patolerueshëm. E mora një që quhet Gavexon. Duhet ta keni dëgjuar se dhe unë e kisha dëgjuar nga një kolege, po jo vetëm. Edhe mund të merren deri në 4 bustina në ditë. Shpresoj që të mos arrijmë në 4 bustina. Por sot e shikoj që është keq, se gjithë natën nuk kam fjet prej këtij muhabeti, edhe në mëngjes po ashtu, edhe nuk arrit të haj, kam humbur 1 kile këtë javë sepse do të thënë vetë se të shtoja kisha humbur 1 kile, sepse nuk kam ngrënë njerëz, haj një herë në ditë sepse nuk më tretët, nuk arri. Hangra darko nuk ndje, për shembull, gjithë natën, se normalisht edhe gjell me kos me mishqingji nuk është gjë më e lehtë. E di këtë punë, po nuk egzagjerova, një pjatë hëngra, shumë mish. Kam vuaj gjithë natën. Kam 100 cikletë të tjera, thash okay, nuk dua të vuaj për këtë punë të paktën mos të vuaj. Edhe kështu. Do ju them që ose do më ndihmoj. Mami pjatë. Ja ku jemi, mbaruam punë, marrim Lelushin. Mami pjatë në lehtë. Edhe do dalim të bëjmë disa blerje të vockla të dyja. Brava. Kështu i varim. Tani do ikim të lajm du? Edhe farla pipit. Lajm dua? Duart. Hello, nga një ditë tjetër. Nuk është mëngjes, zakonisht ju flas në mëngjes, por është pasdite. Pretendoja që sot ishte një ditë e bukur, por nuk ndodhi kështu. Mund të shkonte edhe më keq, që kështu falë Zotit. Mirë me kaq, po na u sëmur Leila. Nuk e prisja që të sëmurte, do të thënë. Nuk doja ta besoja që mund të sëmure, sepse të hënën kur shkova i gjeta pa kapuç, pa xhup kur ishte jashtë. Do thoni ju, po nuk sëmuret njeriu nga i ftohti, se kjo është e vërtet, po duke qenë se ajo pati kaluar një virozë intestinale javën e kaluar, ato difezat mbrojtjet imunitare nuk është si kishe të mira dhe ftohti ti ul akoma më shumë. Normalisht në kopësh është plot me viroza të ndryshme, mësuesja vet ishte me maskë për shembull, për ta marrë shembull më të afërt, se tha jam pak si e ftohur. Edhe normalisht ajo do t'ishte para që do t'i merrte virozat, po shpresova, thash okay, se sa i kalum. Edhe dje e pash që nuk ishte shumë të rezi, ishte si e këputur, faqet e kuqe, edhe kuptova që okay, temperaturë nuk e ka të lartë, e kishte as 38, edhe ne nuk i japim paracetamol, Nurofen, ibuprofen, qa më tip një Nurofen fëmijëve, po nuk kaloi 38 e gjysmë. Ja japim vetëm në rast se ajo shikoj që nga gjendja, do të thonë nuk shikoj temperaturën, shikoj fëmijën, nëse ajo nga gjendja nuk është mirë, atëherë ja jap. E shtrim ishte kind of okay, po nga ora 10 e gjysmë e pash që nuk ishte mirë. U ngrit që shkoj në tualet, edhe nuk ishte, do me thënë mirë, kishte edhe ethe, e pashe temperatura ishte rritur akoma më shumë, nuk donte që t'ja masnim, nese po që qante se nuk ishte mirë në përgjithësi. Edhe aty i dham një Nurofen, edhe pastaj ka fjet mirë gjithë natën. Normalisht që unë do e ruaja, se pastaj edhe djersiti, jo i vura napa, keni parasysh vetë punën e mamave. Nese, po fakti është që sot nuk arrita do të shkoja në punë para dite, edhe po vi pas dite.
Jam edhe për këtë mirënjohëse që kam këtë fleksibilitet që të vi me orarin fleksibël si dua unë. Po të kisha pas kompjuterin mund të kisha punu edhe nga shtëpia, po kam një punë të atill këtë ditë të fundit që më kanë mbet para lejes së lindjes që duhet vi këtu, sepse duhet merr me ca dokumenta me letër që i kam në zyrë, nuk i kam në kompjuter. Edhe kështu puna, mbaroi xhiku, erdha unë, e lash gjitha gati me iftare me gjell edhe për Lelën. Edhe nuk është se është keq, sot nuk i kam dhënë asnjë lloj ilaçi, temperaturën e ka aq as 38. Nuk është se ka qenë keq nga gjendja, edhe ka hëngër, se mund të mos hante fare, dje për shumë nuk ka ngri darkë fare. Nuk është se qahet për gjëra të tjera, vetëm ndonjëherë shikoj që thot kam ftohtë, po për ndryshe mirë. Shpresojmë që ta kalojmë lehtë, edhe shpresojmë që të rezistoj unë kësaj herë. Po kam dyshimet e mia sepse nuk i ruhesh dot kësaj pune sado, ose unë do të rri me mask, gjë që nuk e bëj dot se unë me zor marr normalisht, jo më të rri me mask. Edhe nuk e si i ruhesh, që kështu nuk e di, zoti bëft mirë. Puna është kështu, si qenë ka me fëmijët. Jemi bërë të puna si lugë larë, duke thënë që po kam fëmijën smur nuk vi dot ose kështu. Edhe bëra një story në Instagram dhe kam plot mama aty që më ndjekin, edhe gocat e tjera që kanë faqe që tregojmë për dishmërinë tonë dhe të gjitha në të njëjtën situatë. Edhe po thoya si ja bëni ju që për shembull nuk jeni si unë që e keni këtë kohën fleksibël, apo bashkëshortin që ka një punë që e mbaron herët, siç e mbaron xhiku për shembull. Nuk e di, është shumë e vështirë, sepse edhe në jetën time private raste që e kanë këtë situatë dhe them nuk e di se si ja dalin. E di që ka leje për fëmijët kur smuren permesi në Itali, apo leje këtu që t'japin për fëmijët kindergarten, për fëmija smuret, ketë një tot lejesh, normalisht nuk paguash plotësisht, edhe me kaq sa smuren fëmijët tonë i bin që rrogat përgjysmohen nëse do merrni për herë po ato lejet, edhe po thoya sa e vështirë është, edhe një breshëri mama që më thonin po është shumë e vështirë, nuk ja dilet, sidomos për ne që jemi të emigruar në një vend jashtë, që jemi pa familjar afër, po edhe po t'jesh me familjar afër, të gjithë punojnë, nuk i kërkon dot dikujt që të vije të kujdeses për fëmijën tënd aq herë sa smuren. Të vjen një herë, dy, po nuk, do të thënë duhet njeriu aty konstant. Edhe pastaj janë edhe këto që po thonte njëra nga mama që po harroje karrierën, harroje të gjitha këto që se merr përgjegjësi tek puna, po nuk e di, punën në përgjegjësi, sepse nuk e bën dot, nuk i bën dot të gjitha. Edhe është e vërtetë, edhe është zgjidhje për mua, për shembull personalisht, nëse para se të bëja mami, karriera ishte shumë e rëndësishme, është edhe tani është e rëndësishme pa diskutim, por për mua prioriteti një është fëmia im, fëmijët e mi së shpejti, edhe kam thënë okay, përpara do shikoj që t'jetë mirë, si thash unë i kam mundësi disi, po vras mendjen tani për ato që nuk i kanë mundësit sa të vështirë e kanë. Edhe keni gjithë, nuk e di, stimën, të gjithë vlerësimin tim, nuk e di, mbështetjen, nuk po gjej një fjalë adapte, por që bravo juve që nuk e keni këto kushte, por prapë bëni të sakrificë kaq të madhe për fëmijët tuaj. Edhe ndonjëherë kjo as edhe nuk duket, por që duhet ta themi, duhet ta shikojmë. Është sfidë për të dy prindërit, se normalisht nëse nuk punon gruaja, burri duhet bëj dy fishin e punës, ndoshta që t'ja dalë që të mbulojë shpenzimet se si janë rritur në ditët e sotme, po pesha bie më shumë tek nënat, edhe në kozjati, le të themi, sepse normalisht ndikon tek puna, ka nëna plot që nga një ditë në tjetrën gjenden nënat vetme, sepse një martesë mund të mos funksionojë, dhe kur kanë dedikuar çdo pjesë të jetës së vet duke rritur fëmijët, edhe pastaj gjenden pa experience pune, pa ku e di unë, duhet të iki tani, pa mbështetje, pa të ardhura, edhe janë komplet në vështirësi. Do ky ishte reflektimi. Nëse shpresojmë ta kalojmë lehtë njerëz, edhe ta mbyllim realisht, ta mbyllim me këtë
me këto virozat të sezon. Edhe puna është që Leilën, sa të vendosë me lejë lindje në shtëpi, nuk ka më Leila kopësht. Edhe kështu puna. I ka tani, ti përvishën punës edhe darka mos jo në shtëpi tani. Ja dhe ora. Time to go, people. Është perëndim pothuajse sepse u vjen orari i iftarit, ka kalu ndoshta është. Po, besoj se ka shku sepse ka perëndu tashmë. Ja dolëm edhe për sot. Hello. Dita re, kismeti i ri. Në fakt gjysma e ditës si dje. Para dite kam qenë me Leilën. Lajmi i mirë është që ajo është më mirë. Unë po vi në punë, po iki në punë të më me vrap, që të vi sa më herë, që të mbaroj sa më herë, është ideja. Leila është me Gjiku, në fakt Gjiku sot ka fizioterapi, po që do të marrë me vete. S'kemi që të bëjë. Shuqur që është mirë që mund të marrë me vete. Let's go! Kryme dhe për sot. Një ditë super produktive të të drejten, sepse kur shkoj pas dite, nuk ka shumë kolege dhe nuk merë me muhabet. Edhe kur nuk merresh me muhabet, je më produktive. Por ka shku pak vonë, se dola 10 minuta me vonesë, po më kap ora 7 këtu. Ika. E besoni ju që makinën e kam fut mes dy makinave unë? Nuk e besoj vetës, për shembull. Jam shumë proud që kam mësu parking kështu mes dy makinave. Me thonë, unë kam pas ditë, po e urrejat e parkingun ashtu. Po ishte i vetmi vend para shtëpis ishte ky, se jam shumë vonë. Normalisht janë gjitha vendet, edhe u detyrova ta fusja aty. Le të pijem cilës më mirë. Edhe po, I'm proud. Babi e proud për mua. Edhe ti në fakt kë muhabet ishte, po të pak të mbrapa kisha makinën tonë gri, makinën e vjetër, se kemi akoma makinën gri këtu, ato të italisë më thënë. Edhe tash po t'i bie s'ka që se e joni është. Po kësa herë isha mes makinave të huaj dhe kisha bisiklet. Kush po më lidh për parë se mua. Hello, nga dita tjetër. Është dita e verës, ju uroj gëzuar ditën e verës ju që e festoni. Nuk kam bërë bolloku me këtë vit, sepse Gjiku nuk i ka qef, i bie që do t'i haja unë gjitha. Që kështu po i bëj një tiramisu me lule shtrydhe që e di që e ka qef. Sot para ditën në fakt jam marrë gjithë ditën me punë. Nuk e di nëse do punoj nga shtëpia apo do iket e zyra. Por që thash t'i heq qafe sot si e premte, edhe të shtunën, të dielën, të rim rehat. Do bëhet pra për të pas trupët paktën këto të mdhajat. Edhe kështu. Me shumë mundësi do punoj nga shtëpia. Nuk e di, do t'ju jap dyftoj pastaj. Dhe tani, pas një shkencë të madhe, fillojmë kompozimin. Do t'i lyej me qumësht me lule shtrydhe. I prolova pak qumësht me lule shtrydhe. Këtu kam dhe lule shtrydhe të mja me copësa, të da shikoni hap pas hapi. I preva disa lule shtrydhe me copësa, edhe tani do t'i hedh savojardit e tjerë, shtresën e fundit, 2 shtresa, sepse nuk kam as shumë savojard. Tani nisim me shtresën e fundit, që është pana dhe dekorim kështu me lule shtrydhe. Tiramisuja është gati. Normalisht nuk e kam bërë me vezë, sepse unë nuk mund t'i haj vezët që nuk janë të pasteurizuara. Për ndryshë unë e bëj edhe me vezë. Që kështu vetëm pana edhe lule shtrydhe. Mos harroni ta mbuloni me pelikola, me si këto plasmasët kur ta fusni në frigorifer, sepse normalisht të qëndron më mirë, mos jetë në kontakt me ushqimet e tjera. Kolege, o kolege. Kolege. This
Sa bukur! Ja, ku erdhëm. Është fundjavë. Kemi ardhur te Dodenhof. Është një qendër tregtare, ka të gjitha në fakt. Po presim xhikun. Edhe ja ku jemi këtu, kemi ardhur në fillim. Kemi qenë te shtëpia e re. Te shtëpia e re, domethënë te shtëpia ku jemi tani. Sa e bukur, edhe këtu kemi marrë gjitha gota, tenxhere, pjata. Është vendi im i preferuar për të blerë në kuzhinë. Ja, këto janë edhe gotat e tona. 20 euro paku praktikisht. Që i përdorim në përditshmëri. Jo, janë këto. Këto dhe këto. Është shumë e bukur. Lila është më ke se mama vet. Ciao. Hello nga i djela që nuk kemi bërë asë një gjë, po thashme që po bëjmë të gatim kështu qikësi më special, të ju atë tregoj, po bëj kërpudha të mbushura, thjesht i kam pastruar, i kam kriposur pak, edhe këtu kam bishtat, kam buk të grirë, erza, edhe hudhra, edhe vaj. Ja, kështu, do t'i hedhim vajnë sipër, edhe do t'i lejmë të piqë në furrë. Darka për lartë madhërin Leila. Ja dhe darka, unë do filloj me kaj sepse është darkë edhe nuk më mban stomaku të haj më shumë. Hello, back to normality, një ditë pune paraditës sa po mbaroj. Tani të çojmë pak postën edhe të shkojmë të marrim lelushin. Nuk e di çfarë do bëjmë, shkoj mirë, ndoshta edhe dalim. Po vi të marr një pako që harrova që duhet ta merrja, inshallah është hap kjo. I mora pakot e mia, i kam prit shumë gjatë në fakt, janë nga Temu, edhe i kam prit sepse kur bëj porositë e Temu, do të ndodh një herë në vit, edhe kam bler më shumë për ato gjërat për si quhet, për konfeti, jo konfeti, për bombonierat, për ato qerasit që do përgatis për lindjen e bebushës, edhe gjeta një opsion te Temu për këto pako që pastaj do t'i bëj vetë. Edhe tani nuk e mbaj më mirë se çka kam porosit, me thënë drejtën, po që jam munduar që të porosis disa gjëra që po t'i bler në dyqan do më shkonin dopje dhe cilësia është po e njëjta, kështu i bëm bleret e Temu. Sende që mund të duhen. I ka të marrë Leila tani. Dhe Leila përdor këtë shkopin, e përdor si mikrofon. Edhe pastaj fillon e këndon e gjithë lagja. Më dhuroj dhe një lule. Here we go. Disa orë më vonë. Nuk e di gjohet zhurma e të nxjerrës time me presion. Ka kaluar disa orë po thoja, edhe u mora me Leilën që nuk u ndreshte, nuk ishte dhe aq mirë. Ishte pak me hund. E bënte naze, edhe se unë i pata bler një tut kështu si balerina, edhe një palë put balerina që nuk po ja tregoj dot. Mund t'ju vej ndonjë foto, po që i ka vesh zënjusha. Po tha që tregoj pak a shumë se qa mora. Edhe një sfungjera, ishin mërësisht lirë, tani nuk e di t'ju them se sa, por që po përgatitemi për pastrime të thella njerëz. Mora edhe nga këto leckat, po janë që të pastruar. Ishin shumë lirë, edhe e di që do të më duhen këto. Edhe kishte shumë pako. Unë i ndërroj edhe shpesh këto, sepse për arsye higjiene, nuk ka një sepse. Arsyeja dihet. Mora disa fjongo për Leilën, për shembull këto janë disa gjëra që nuk i kam parë në dyqane dhe janë shumë të bukura që ja vlen t'ja marrësh. Mora këtë çantën,
si çantë ekstra që ta kem për në maternitet ndoshta, edhe si kur të fus rrobat e palara, kjo është shumë okay. Sepse kupton të shumë bie. Mora nga këto qeste, kështu. Janë që vendosen si për pjatave, edhe me këto kam gjetë karar me thënë drejtën, i kam më shumë për kollaj se sa ato pelikolat. Pastaj, këto janë akjapa kolori, këto që kapin ngjyrat tek lavatriçja, kur bën lavatriçja, unë për shembull Lelës ja bëj mikse. Ja bëj me gra të lartë edhe i fus gjitha bashkë që mos bëj shumë lavatriçe. E di që ato të bardhat nuk rrin aq të bardha sa të bëtrin, po janë rrobe përditshmërie që I don't care nëse marrin pak ngjyrë ndryshe. Po gjithsesi letrat janë për t'i rujt pak atë ngjyrën tamam. Kurse këto janë për bebushe, ishin dhe këto shumë lirë, për shumë më ka rastis që t'i shikoj në për dyqane, janë 1-3 muaj, shto që janë letrat bardhe zi, si që duken këtu, për bebusha që janë për sa lindur, që nuk shikoj me ngjyra. Ndërsa kjo është për zhurmat e bardha, me Lelën kam përdor telefonin për zhurmat e bardha, nuk dua të përdor telefonin, edhe thash po marr diçka që është apostafat për këtë punë. Edhe është kjo. Nuk di t'ju them se si është, si nuk është, sepse nuk e kam provuar, t'ju gënjej kot. Nga Temu është, besimi im tek gjërat e Temut edhe është edhe s'është. Po që mu duk nice, review-t ishin të mira. Gjithmonë kur blini te Temu shikoni review-t, edhe është me karikim. By the way, ndoshta ta lej sipër që ta provoj një herë nëse ndizet. S'ma domande që ndizet, sepse nuk ndizet sepse s'ka karikim. Iku kjo. Mora nga këto krërat, janë dru, që kështu tash, okay, dru për dru. Nuk i personalizova me emrin, mund të personalizonin, nuk e di pse nuk i personalizova. Tani që i pash tash, po ti kisha personalizuar. Pak më. Mora këto që më duken super cute, këto që vendosen, shikoni që blerët janë më shumë për lindje. Kjo është Hello World. Ti mora këto si me tullë në bacë, nuk i kisha parë në herë këto dhe më pëlqyet, veçanta, 1, 2. I kam pas me Lelën, i kam pas vetëm me muajt, po Lela pastaj me ato loste edhe gjysmat i kemi humbë. Që kështu, për asa kushtonin këto, i mora një palë tjetër. Këto nuk mund t'ja tregoj sepse këtu është shkruhet emri i bebushes. Edhe janë të lidhura me këto. Tani, jo, nuk mund t'ja tregoj atë logon, sepse për ndryshe ju do t'a kuptoni. Por, po ju tregoj këto pakot, sepse ndoshta ndonjëra nga ju ka qef që t'i bëj si unë. Edhe, vinë kështu. Janë shumë të thjeshta për të paketuar. Hop. Edhe kjo. Ja, kjo ulet kështu. Kjo tjetra vjen lartë. Edhe po të doni i shtoni një fjongo sipër, unë do t'i vendos logon këtu, edhe ndoshta edhe një fjongo që t'i mbaj mbyllur, do t'i futem në një gjë. E di se ke thonë si ai Vangjeli ke përputhen. Duhet nxitoj, kam më pak se 10 minuta, se Gjiki do na iki fizioterapie edhe pastaj u s'kam të tregoj. Mbaron 10 minuta? O shumë. Këto janë 2 palë geta për Lelën, edhe është një kështu për bebushën, për ta fut, sepse gjithmonë duhet t'i mbulojmë kështu bebat, jo me batanie, se batania i shkon të fytyra, bataniet për shumë kur dalim gjiro, por kur flejmë gjumë është nevojshme të kemi thes gjumi. Këtu janë disa gjilpëra që i përdora, sepse balerinat ato këpucet për balerina që i bleva Lelës, sa i hapa, i futi Lela në këmb u prishën, ato lastikë që tuk shkputën, që kështu thash në pikërisht blerët e Temus. Pastaj e fundit, kjo ishte për një dhurat, po ka ardhur me defekt, emri duket çuditshëm, që kështu ishte për kolegen time që ka lind, por nuk besoj do t'a jap sepse është shumë skadente. Edhe mora edhe këtë koshin,
koshi ka ndarje, sepse duhet të kem një kosh me gjëra që përdor gjatë ditës. Se me Leilën kam qenë gjithë kohën kështu, i thë Gjiko të shko merr një panolinë. Të kujtohet? Edhe ti nuk e di ku ishin. Merr një napë, nuk e di ku ishin. Me qik kështu, nuk e dinte ku ishin, thash okay, bëj këtë gati që ta kem gjithmonë, eksperienca domethënë të mëson. Bëj një kosh gati me gjëra që më duhen për ditëshmërinë për shembull. Ta kem gjithmonë afër meje, ku të shkoj me bebushën, marr edhe këtë me vete në për shtëpi. Edhe prandaj e mora se ka dhe ndarjet. Kam një kosh të atill që ma ka dhuruar shoqja ime, e ka dyqan me rroba bebash. Ju që jeni në Shqipëri, është shumë i bukur, ju a kam treguar, kam atje lart. Edhe që vej foto ndoshta, se më dëm shumë kurizi të qohem. Ose t'ju lej faqen e shoqes time që të shkonin të hidhni një sy, sepse ka shumë gjëra të bukura për beba aty. Edhe keni plot si nga këto koshat, që ju sugjeroj që t'i merrni sepse janë shpëtim. Jo vetëm për t'i marrë kështu në për shtëpi, po edhe për të vendosur gjërat, që i lejtë e komoja gjithmonë. Një gjë tjetër që kam marrë, që tash në fundit, janë këto shiringat për pastrimin e hundëve. Edhe kam marrë 2, to i gjeni dhe në Amazon, po atje janë shumë lirë dhe prandaj i mora. Që për shflarin e hundëve kur fëmijët janë të bllokuar. Vinë në këtë kokën e silikonit, që nuk i vret kur janë bën. Edhe kaq. Bukur! Qoqik, 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 qof. Qoqik, shof. Sa e bukur! Sa bukur! Update. I pata ato dritat e video, edhe ato i mora te Temu. I mora sepse kisha parë kudo në dyqane edhe kushtonin mbi 20 euro, ndërsa te Temu gjetet e 7-8 euro. Thash pse mos t'i marr. Edhe provova të zhurmave të bardha, edhe ishte okay, mu dukte pak i lartë si volum, nuk dija nga ta ulja, por që funksiononte, kishte 4-5 lloje zhurmash, muzikërash, edhe mund ta vej edhe me timer, që mos ta lije tër natën ndezur, që thuhet për shembull, e vendos çik më larg edhe pastaj vendos timerin dhe ai fiket vetë. Kjo video ka dalë goxha e gjatë për standardet e mia, që kështu po e mbyll këtu. Ju falenderoj shumë që më ndoqët edhe do shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, qofshit mirë, paçi!